Sinan Hoxha është nga të paktët këngëtarë që ka arritur të rezistojë tregut muzikor. Ai vijon të mbeten në treg dhe ato që e duan ta kenë këngëtar në dasmat e tyre, duhet të rezervojnë 1 deri në 2 vite përpara, për shkak të kërkesave të mëdha që ka, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë saj. Gjatë një interviste, Sinani tha se në sezon dasmash ai rezervon 50 deri në 60 dasma dhe kjo bën që gjatë verës të jetë më shumë larg shtëpisë. Por duke u nisur nga fakti që për një dasmë Sinani merr minimalisht 5.000 euro, kjo bën që ai të ketë një standard jetë shumë të lartë. Fitimet e tij vjetore mund të quhen prallore nëse e llogarisim me standardin e jetës në Shqipëri. Megjithatë, ajo që ka më shumë interes është jeta private e këngëtarit, i cili në të shumtën e rasteve preferon ta mbajë hermetike. Këngëtari i martuar me Andrën, një vajzë shumë simpatike, janë prindër të 2 fëmijëve. Sinani nuk ka dashur që nusja e tij të jetë thjesht një vajzë shtëpiake. Ai ka investuar për t'i hapur asaj një biznes në qendër të Tiranës. Gjatë një interviste, kur u shfaq në ekran foto e bashkëshortes së tij, prezantuesja tha: "Wow, shiko sa e bukur që është Andra, ajo është yll." Sinani tha: "Me që më pyete për Andrën, dua të them një fjalë që e thot mami im. Mami thot shpesh: e bukur është edhe Bora kur e sheh nga larg, por kur i afër saj të ftoh shumë. Andra është e bukur, por ajo është njëkohësisht edhe shumë e rrept, saqë me raste më duhet të mendohem 2 herë përpara se t'i përgjigjem. Mami im është si të gjitha mamat e tjera dhe sheh djalin e saj me sy të dashurisë dhe nuk do që t'i mërzitet për asgjë." Sinani tha se është i lumtur që ka në krah një grua si Andra, ndërsa mami i tij e respekton pafund nusen. "Mami im te Andra ka vlerësuar gjithmonë karakterin dhe asnjëherë bukurinë.